Shikues nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të flasim për administrimin dhe menaxhimin e lëndëve në sistemin e drejtësisë. Së fundi, pas një investimi që është bërë 10 milion euro, për gati një dekadë në sistemin e drejtësisë është ndërtuar sistemi për menaxhimin elektronik të lëndëve. Se si funksionon ky sistem dhe se si pritet të rritet llogaridhënia dhe efikasiteti në sistemin e drejtësisë dhe se sa është i ndërlidhur ky sistem me policinë, prokurorinë dhe me profesionet e tjera, do të flasim sonte me mysafirët e mi të cilët janë Zotri Albert Zogaj, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se që ta faleminderit për ftesën. Është Zotri Vllaznim Surdulli, major nga Policia e Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Është kolegja ime, hulumtuese e lartë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, zonja Arrita Reznisi. Mirë se keni ardhur. Dhe është avokati Florim Shefqeti. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjej. Shikues nderuar, me ne sonte janë edhe studentët të cilët gjatë emisionit do të kenë mundësi që të shtrojnë pyetje, janë studentë të profesioneve të ndryshme, të gazetarisë, juridikut, po kemi edhe studentë të historisë. Mirë se keni ardhur dhe ju. Atëherë, para se të fillojmë me debatin në studio, ju ftoj fillimisht të ndiqni një storje e cila tregon se si është implementuar projekti SMEL dhe si funksionon ai, për të kthyer më pas me debatin në studio. Sistemi menaxhimit të informativ të lëndëve ose SMIL-i që e quajnë na, është një sistem, një aplikacion i zhvilluar për nevojat të gjykatave dhe prokurorive të vendit tonë. Është web aplikacion me bazë qendrore që patëm rastin me pa këtu në qendër dhonave. Është projekt që është përgatitur nga dy këshillat, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Imperial, me cilin kemi aplikuar për grant të qeveria norvegjeze dhe kemi pas fat me fitu grantin. Gjatë kësaj periudhe është bërë regjistrimi i lëndëve të vjetra si në gjykata në prokurori, lëndë e pakryme që kanë trashëguar, edhe lëndë e reja regjistrohen në kohë reale, ashtu si vinë për çdo detyrë që e kryen në procesin e zgjidhjes lëndë një punësues në gjykatë, sistemi ka hapat për me kryer detyrë lidhje me lëndën edhe ashtu si kryen detyrat në sistem edhe sistemi automatike pastaj gjeneron në mënyrë për përdoruesin tjetër me çu lëndën matutje. Kriteri shpërndarjes lëndëve të gjyqtarët duhet të qenë të njëjtë barabartë për gjithë gjyqtarët pa dallim. Zyrtari në gjykatë që e regjistron lëndën në asnjë mënyrë nuk ka mundësi me ditë se cili gjyqtar do të caktohet. Në asnjë rrethon. Sistemi është algoritmi është i zhvilluar në dizajnon në tillë që këto e bën të pamundur. Vetëm në aspektin financiar është përkrahur nga donatori, ndërsa implementimi i projektit është bën nga dy këshillat. Domthonë, ne si Këshill Gjyqësor dhe Këshilli Imperial kemi për objektiv me mrrijë rezultatet dhe objektivat e projektit. Projektin përgjithësi në total është financuar nga donatori është rreth 10 milion euro. Sistemi është ndërlidhur edhe me prokurorinë dhe lëndë dosjet penale tash vijnë nga prokuroria të regjistruara, skenuara. Edhe ajo që është mirë me cekër se ne kemi shkuar matutje është lidhur edhe me sistemin e policisë Kosovës. Këshilli Gjyqësor, vlerësimin e performancës gjyqtarëve edhe gjykatave bën përmes donave statistikore nga sistemi. Kem shkuar edhe matutje, me portalin e Këshillit Gjyqësor, kemi integruar me sistem. Në momentin kur gjyqtari cakton seancën, atëherë më herë bëhet publike në webfaqen e Këshillit Gjyqësor dhe palët mund me pa orarin e seancave. Për më shumë, palët nëse ka numrin unik të lëndës të sistemit, mund me pa është një modul në portalin e Këshillit Gjyqësor, ku mund me përcjell në cilën fazë është lënda. Gjatë këtij viti Këshilli Gjyqësor ka në plan pune me përmbyll një proces shumë të rëndësishëm që ka të bëjë drejt për drejt me shërbimet për qytetarë. Dhe tash jemi në fazë të ndërlidhjes së sistemit të evidencës penale me sistemin e menaxhimit lëndëve, në mënyrë që momentin kur lënda në sistem menaxhimit lëndëve i plotëson kurset ligjore që janë plot fuqishme, atëherë evidenca penale të dënuarve mund të plotësohet në mënyrë automatike në sistemin e evidencës penale. Edhe mas këtij hapi do të punohet për me lëshu certifikata online për qytetarë, aplikimi edhe lëshimi i certifikatave. Tash ne nuk ka nevojë me shku mi thoni gjyqtarit kryen lëndën në sistem, se gjyqtari vetë e kryen lëndën dhe nëse si del në statistika me herë na thirr në telefon se i vjen për vlerësim të performancës. Do thonë Këshilli Gjyqësor ka bërë hap shumë të rëndësishëm ku e ka ndërprer raportimet manuale dhe gjyqtarët tash janë të obligueshëm me kry veprimet me lëndë për shkak se vlerësimi i performancës tyre bëhet vetëm nga raportet statistikore gjeneruar nga sistemi.
Për momentin çka mundna me thonë çka i mungon sistemit tonë është me rëndësi me cek në shkrimi elektronik. Përndryshe sistemi do të më avancu vazhdimisht ke kërkesa me përmirësume për shtat. Jem të punu tash me zgjeru sistemin edhe ka nevojë me lidh edhe me polici për lëndë e kundërvajtjes. Pastaj është në plan edhe me dhënë çësje edhe noterëve, përmbaruesve, avokatëve, mirë po këto do të më bëjnë gradualisht edhe do të më investu në siguri për shkak se tash vetëm fillon hap sistemi për çësje nga jashtë edhe do të me plotësu normalisht kriteret të sigurisë. Lëndet pa ditë dorëzohen nga palët ose institucionet në zyrën e pranimit, pas marrjes veprime nga zyrtari pranues, padia vjen në zyrën tonë dhe ne marrim veprimet të cilat fillimisht duhet të regjistrohen në regjistrat fizik. Lënda gjatë regjistrimit në sistemin SMIL i ka disa veprime. Pas skenimit lidhet lënda, shënohet numri i regjistrit ANR, numri administrative, pas kalimit atij hapi, ngarkohet dokumenti i skenuar, domethënë padia me para shtresat e sajna, edhe vazhdohen hapa tjerë, lidhja e provave, deri te caktimi i gjyqtarit, edhe domethënë një lëndë është e regjistruar si e kompletuar. Pastaj ne marrim veprimet me librat që i kemi intern, shënojmë numrin e lëndës dhe atë lëndë ja dërgojmë gjyqtarit, të cilin e ka zgjedhur sistemi në mënyrë automatike. Veprimi që e kryjmë na i shkon gjyqtarit. Gjyqtari është obliguar me kry veprimin përderisa lënda nuk mundet me pru fizikisht në zyrën tonë. As pa kompletu fizikisht, pa as pa kthy detyrën. Unë nuk e pranoj si zyrtari referenti këtij departamenti mënyra për me nda lëndët në mënyrë automatike për me bë kundër veprime ose me bë diku një pa drejt është zero. Me sistemin SMIL është zero. Asë një gabim që të se nëse e bën një gabim nuk mund është me fshi vetë pa i bë kërkesë. Përmes kryetarës gjykatës edhe me ju delegu kërkesa e këshillit gjyqësor, e cila duhet me shkruar dhe arsye për çfarë veprimi kjo lëndë duhet të fshihet ose duhet të ndërrohet. Unë mendoj që rrit llogaritënin për shkak se çdo veprim i secilit zyrtar dhe secilit gjyqtar që vepron mbi atë lëndë evidentohet në programin SMIL edhe nuk ka ndonjë evidentim tjetër se kush ka vepruar, po secili ka përgjegjësitë e veta dhe detyrat e veta që do të përcaktojnë SMIL. Nëse i ka referentit i ka detyrat e veta, gjyqtari ka detyrat e veta, sekretari juridik e gjyqtarit ka detyrat e veta, që do të bëjmë përballajt domethënë gjithë secili. Për secilin veprim që ndërmarr është i çastshëm edhe është dihet se kush ka vepruar. Atëherë po kthehemi në studio dhe po fillojmë me juve kryesues. Në të kaluarën nuk është që s'ka pas investime edhe përpjekje për me pas një menaxhim elektronik lëndëve. Kujtoj kohën e largët 2006 kur është investuar dikun rreth $3 milion, por që ky projekt i SMIL-it aso kohë ka dështu për shkak se kanë hezitu edhe gjyqtarët edhe punonjësit e gjyqësorit që me përdor sistemin. Çka ka ndryshuar prej asaj kohe edhe a do të ketë tash çësje tjetër që ky sistem, ky investim €10 milion thjesht me arrit qëllimin për çka është ndërtuar? Faleminderit. Vetëm unë besoj që edhe historia prezantuar është mjaftueshme e kuptuar që projekti SMIL është një projekt kapital serioz për garancia i jashtëzakonshme kisha pas me thonë për sistemin gjyqësor dhe menaxher. Për shkak se rrit efikasitetin e sistemit, rrit objektivitetin, rrit transparencën dhe eliminon çfarëdo mundësie për të ndikuar mbi procesin e përzgjedhjes së respektivisht caktimit gjyqtarëve dhe paneleve në gjitha çështjet gjyqësore. Unë besoj që ky projekt ka rrinë në stad të tillë që çfarëdo dyshimi mbi implementimin e tërësishëm është i përjashtuar, prandaj e tham me përgjithësi plot që Këshilli Gjyqësor dhe gjithë trupat, në këtë rast gjykatat, janë implementim tërësishëm të këtij projekti. Sigurisht që me 31 mars ne do të përfundojmë fazën e tretë të këtij projekti dhe fillon edhe faza e katërt e implementimit që është mbështetur në tërësi nga donatori. Patjetër që duhet me falendëru jashtëzakonisht shumë qeverinë norvegjeze që ka bërë të mundshme implementimin e këtij projekti serioz. Kustoja është mbi €10 milion
Dhe ajo që është e rëndësishme besoj edhe për publikun me kuptu është që Kosova, në këtë rast sektori i drejtësisë, është lider në rajon për një projekt tillë. Unë besoj që edhe vendet tjera duhet me ndjek këtë model për shkak se ofron objektivitet, transparencë, efikasitet në proces. Dhe diskutimet që kanë mund me qenë të vazhdueshme në vitet e kaluara mbi çfarë do influencë ose interferimin në proceset gjyqësore, sidomos në caktimin e rasteve, tani eliminohet tërësisht sepse është një projekt i tillë dhe një sistem i tillë që absolutisht e përjashton çfarë do mundësie të influencës. Sigurisht ky sistem është edhe i ndjeshëm, kërkon qelësa të mjaftueshëm sigurie, prandaj e tham me përgjithësi që edhe Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial janë në vazhdimsi të përkushtuar që në radhë parë sistemi me qenë i besueshëm në menaxhimin e rasteve, sepse kuptohet që çështjet gjyqësore përfaqësojnë çështje të ndjeshme, jo vetëm për gjyqësorin, por edhe për publikun. Prandaj sistemi dhe qelësat e sigurisë që janë ndërtuar në këtë sistem japin siguri të mjaftueshme besoj për administrimin e rasteve gjyqësore. Ideja është që Këshilli Gjyqësor bashkë me partnerët këtë rast duhet me theksu që ne kemi pas një mbështetje të jashtëzakonshme nga zyra BE-s për sistemin evidencës qendrore penale, të kemi një sistem të integruar dhe në këtë mënyrë ne të arritim objektivat tona që të kemi shërbime sa shumë elektronike, shërbime elektronike që në radhë parë do të përfaqësojnë një lloj eficiencë, efikasitet, transparencë dhe sigurisht kjo kish pas me arrit edhe besimin e publikut në sistemin gjyqësor. Objektivi jonë është që gjatë këtij viti bashkë me Këshillin Prokurorial ta implementojmë edhe fazën e 4 të projektit dhe sigurisht me integrimin tërësishëm të edhe të evidencës qendrore penale që është po ashtu projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, ne talshojmë edhe certifikatën elektronike gjatë këtij viti, është zotim i Këshillit Gjyqësor dhe unë shumë optimist që ka me ndodhë dikun në 3 muajin e fundit të këtij viti, pa ashtu këtu edhe një proces që jashtëzakonisht të rëndësishëm që është rehabilitimi ligjor, i cili ka qenë një proces vazhdimisht i diskutueshëm, vazhdimisht i vështirë për qytetarët të cilët kanë pas precedente penale, prandaj këto dy sisteme, këto dy mbështetje që i ka sistemi i drejtësisë në këtë rast nga partnerët kanë me mundësu shërbimet elektronike dhe definitivisht unë besoj edhe një besueshmëri jo vetëm publikut, por të gjithë mekanizmat që ndërlidhen me sistemin e drejtësisë. Ideja është që ky proces jo vetëm të ndërlidhet edhe me sisteme tjera të institucione tjera, sepse veç është ndërlidhur me disa institucione, por veçanërisht këtu do të më theksu që në të ardhmen ne do të kemi ide të tilla që sistemi të zhvillohet në mosën që të kenë akses edhe avokatët, por kuptohet në mënyrë të kufizuar, të përcjellin dosjen, po edhe qytetari sipas numrit unik që merr çështja. Për këtë ne jemi në diskutime dhe besoj që shumë shpejt do të fillojë edhe projekti i sfidat mileniumit, ku qytetari do të ketë mundësi në mënyrë vazhdueshme në mënyrë elektronike ta përcjell çështjen e tij në sistemin gjyqësor. Për kjo është përgjithsisht sigurisht që ne do të jemi të hapur për gjitha pyetjet. Patjetër do të diskutojmë gjitha këto. Kërkoj falje se si duket kam problem pak me fytyn. Zoti Zurdulli, çfarë ndërlidhje ka ky sistem SMIL me policinë e Kosovës? Sistemi SMIL me sistemet e policisë së Kosovës ka një ndërlidhje të qarku të mbyllur quhet. Është sistem i mbyllur ku diskrecioni i informatave është mes policisë dhe prokurorisë. Fillimisht me arritjen e fazës pare dytë që u përmend nga parafolsi, thjesht policia e Kosovës së bashku me Këshillin Prokurorial ka bërë marrëveshje bashkëpunimi për ndërlidhje të dy sistemeve. E njëjta ndërlidhje i ka pas fazat e veta dhe si me thonë pengesat e veta për faktin se policia e Kosovës është dashur me ndru qasje në protokollim dhe procedim të landëve penale në drejtim në fazën paraprake të hetimeve. Sidoqoftë në të përgjithshmen është rrit efikasiteti dhe efektiviteti i landëve. Landa regjistrohet prej policit hetues.
me dokumentacionin përcjellës në bazë kodit procedurës penale, ku janë vendosur gjitha format thjesht në bazë procedurës, edhe i dërgohet prokurorisë për thjesht për hetim më të tjeshëm. Ajo pjesa e ekonomizimit ka ndodhur te kopjet e mëdha të landëve që është dashur me dërgu në dorë hetuesin tek prokurori, pastaj lëvizja prokurori polici në aspektin administrativ në dorëzimit të landës, edhe çastja e lehtë në sistem për me pa punën e hetuesit, ai ka përmbyll procesin e bashkangjitjes së shkresave të landës në drejtim me prokurorinë e shtetit kemi arritë që këto pengesa me eliminu ko pas kohë kur janë paraqit, për faktin se Policia e Kosovës me këtë marrëveshje me prokurorin e shtetit, gjithsesi Këshillin Prokurorial të Kosovës i ka vendosur koordinatorët, cilët e kanë kontrollu si po funksionon sistemi, edhe kontakti i tyre ka qenë i përditshëm, përveç takimeve që i kanë pas her pas here. Për çështje tjera, jemi të hapur për pyetje që mund me pas. Patjetër, vetëm sa për informacion për shikuesit, në këtë emision i kemi ftuar edhe përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial, në rast kryesuesin apo cilin do nga antarët, por që tashmë si zakonisht ata nuk janë përgjigjur, dhe jo vetëm këtë debat, po edhe debatet e tjera, po detyrohemi që t'i zhvillojmë në mungesë të një përfaqësuesi nga sistemi prokurorial që natyrisht është një mangësi, por që është me vullnetin e tyre. Kësha dashur me vazhdu me juve arrit, e pam edhe storjen, edhe i pam këto elaborime cilat i bënën kryesuesi, por edhe zoti Surdulli, ju në kuadër të IKD-s, përveç procesit të monitorimit, keni edhe qendrën për ndihmë juridike dhe trajtoni palë të ndryshme. A mund është pak praktikisht me na kallëzu deri në këtë fazë, edhe pse ndoshta është krejt fillimi kur është hapë edhe kur është funksionalizu si duhet smidi, deri në këtë fazë çu e keni pa mënyrën e menaxhimit të landëve në gjykatën prokurori, sepse e kemi pa që ka pas raste kur mbrana pallatit prej një prokurorie në një prokurori ose prej një gjykate në një nivel gjykatës tjetër janë nevojit me mujt tana për me shku një landë. Në vërtet, po realisht pajtojmë plotësisht fillimisht me ato edhe kryesuesi që i thamë fillim, sepse Smilje me vërtet ka me adresu shumë çështje të rëndësishme edhe në këtë drejtim ka me ndiku drejt për drejt në ngritjen e efikasitetit, transparencës në gjitha këto raste. Realisht janë shumë çështje që edhe ne në bazë aditore në kuadër të qendrës për ndihmë juridike falas ballafaqohemi me këto, po edhe në aspekt të monitorimit që kemi bërë të rasteve, kemi vërtet edhe identifiku raste problematike ose shkelje të ndryshme të cilat me të vërtet Smilje do të mbri me adresu në momentin që funksionalizohet në formën e plot. U tha edhe në story edhe u përmend edhe këtu fakti që qyshën star, domethënë ndarja e landëve që zhvohet përmes Smiljet edhe ato mundësitë, domethënë për keqpërdorime në këtë fazë, në këtë pjesë Smilje thjesht ka me minimizu ose ka me pamundsu në këtë formë totalisht, sepse realisht ka pas raste kur qoftë edhe tek ne, po qoftë edhe në raste tjera kemi ndëgjuar që ka pas ankesa për shkak të palëve të caktuara që në rast ose në rast tjetër është caktuar, domethënë në formë të ndryshme dhe gjithashtu Smilja arrin që me pamundsu në një farë forme edhe ato që edhe ne në raporte kemi thonë, po që edhe kemi pa çështjen e një lloj të drejtësisë selektive, sepse ne dimë që raste trajtohen domethënë sipas radhës, ekziston edhe strategjia për reduktimin e landëve të vjetra që i cilëson cilat janë landë të vjetra, domethënë edhe se si duhet trajtohen këto, mirë po edhe na kemi mbri për shembull me adresu raste që kemi publikuar në raporte ku ka pas domethënë raste të natyrave të njëjta në gjykatën e njëjtë ku ka marrë kohë ndoshta mbi 14 vjet më trajtu, ndërsa rast po i njëjtë është trajtuar brenda një periudhe shumë shkurtër, më thonë disa ditë. Kështu që krejt kjo çështje thjesht mbrin me u eliminu prej kësaj që tashmë Smilje e adreson në formë elektronike krejtësisht dhe gjithashtu edhe land
cilat janë pasive, do të thonë lënë cilat mbesin tash për një kohë adresohen për shkak të formës se si sinjalizon sistemi dhe nuk e lejon që me mbet gjatë në atë kohë. Na kemi pranuar shumë shpesh ankesat palëve për që po presin gjatë për lëndë, këto fatkeqësisht e di mirë, po ka pas po ashtu raste kur na kemi identifikuar rastet natyrës kur për shembull për një masë të sigurisë është prit për 3 vjet. Dhe tash me të vërtetë janë shumë shqetësuese, kështu që në momentin që ekziston një sistem elektronik i cili i përmban domethënë gjithë ato elemente ku thjesht ta quajmë kështu alarmon në situata të tilla kur nuk guxohet të shkohet në këto afate për cilat po flasim, atëherë është shumë pozitive, për shkak se përveç në ngritje domethënë të efikasitetit, në ngritje të asaj që është transparencë e mundson po ashtu edhe ato që tha dhe kryesuesi për ngritjen e besimit qytetarëve në sistemin e drejtësisë, sepse kur shihet që mandej një rast po trajtohet njësoj dhe barabartë sikur për njërin edhe për tjetrin qytetar, normalisht që edhe pikpamja ka më qenë më ndryshe. Edhe na vet nuk kemi më ankesa mas nebi qytetarëve që rasti i atij ose i këtij u trajtu për këtë periudhë kohore, rasti jam po merr kohë që sa vjet. Plus që thjesht edhe qasja e qytetarëve ka më qenë shumë më e lehtë, e tregon edhe storje, që kur të mirret numri unik, kimë pas mundësi me përcjell krejt rastin edhe vetë qytetarët, domethënë me pa çdo lëvizje në rast që bëhet, domethënë aspektin procedural, po në të njëjtën kohë çdo caktim i seancave mas ne komë qenë edhe më publiku. Fatkeqësisht kjo pjesë ende nuk po zbatohet në mënyrë të plotë, domethënë na kemi pa vetë edhe pjesën e monitorimit, domethënë prap duhet me shku në forma klasike me siguruar orarin dhe jo hala fatkeqësisht dhënat e seancave pavarësisht faktit që i caktojnë gjyqtarët, hala nuk janë nuk janë, domethënë të gjitha ato nuk mundemi me gjetë në këtë formë të smilit, siç pritet domethënë që mos zbatuan në mënyrë të plotë, sepse u tha domethënë në storje edhe dim kështu prej formës si funksionon smili që çdo caktim i seancës identifikohet dhe është lehtë i çastshëm dhe shihet, publikohet pastaj automatikisht në orarin e gjykatave, por që për momentin në diçka e tillë nuk ndodh, kështu që derisa kjo të zbatohet, thjesht po flasim për një situatë ku me të vërtetë kanë membri mu adresu shumë probleme, mu eliminu shumë probleme, por që thjesht presim në zbatimin e plot të krejt kësaj pune të gjatë edhe domethënë këtij investimit të madh që është bërë për krejt këtë periudhë kohore. Me siguri për ta duhet zbatim i krejt aty në rregullorëve që janë nxjerrë edhe për zbatim të smilit, për çka do të kthehemi te kryesuesi. Po vazhdoj me juve zoti Shefçeti, keni qenë drejtori ekzekutiv në Odën e Avokatëve dhe edhe aso kohë keni pas takime të shumta për mënyrën se si edhe Oda e Avokatëve të Kosovës mund të jetë përfituese në këtë rast nga projekti i smilit. Qysh e keni pa edhe qysh po e shihni tash smilin? Faleminderit zotëri Musliu. Ajo që u tha nga parafolësit është jashtëzakonisht e mirëpritur edhe nga këndi i avokatit. Konsiderojmë që do të ketë sfida dhe probleme që faktikisht sistemin e kanë shoqëruar deri më tani. Kemi parasysh që përveç aspektit procedural të caktimit të një rasti, një lëndë tek një gjyqtar, ka probleme brenda saj sepse ne tani aktualisht kemi lëndë në sistemin gjyqësor që janë edhe nga viti 2003, e mos flasëm lëndë që janë të vitit 2012 dhe 2013, dhe konsiderojmë që problemi elementar ka të bëjë edhe me trajtimin e tyre. Po ashtu, problematik tjetër ekziston edhe fakti i shtyrjes së seancave gjyqësore, mosdërgimi i ftesave në mënyrë të rregullt, mosdërgimi i parashtresave apo provave para se të mbahet seanca në mënyrë që palët të kenë mundësinë që të përgatiten për një shqyrtim gjyqësor dhe për deklarimin lidhur me ato shkresa, e po ashtu edhe problemet teknike të dorëzimit të parashtresave të ndryshme, apo edhe të pagesës së gjobave, taksave, e tha kryesuesi edhe të rehabilitimit ligjor, por në praktik kemi probleme të rëndësishme të mëdha edhe tek rehabilitimi gjyqësor, sepse ka vonesa në kryrën përfundimin e këtyre çështjeve. Gjithashtu tek databazat qendrore ka jashtëzakonisht shumë probleme sepse në numër i lëndëve nuk janë të fare të regjistruara, edhe ato penale edhe ato civile. Dhe ne sistem gjyqësor keni fjalën se janë të regjistruara? Po. Ne kemi raste të freskëta që mund me i faktu dhe me dokumentacion përcjellës që ka qytetar, respektivisht klient, që kanë ashtu 2-3 raste të hapura dhe ata arrin me siguri një certifikat që nga fakti që nuk janë të regjistruar në sistem. Dhe aspekti tjetër, sepse mund të ketë procedurë kontestimore që zhvillohet
lidhur me një punësi, ndoshta mund të ketë edhe propozim për caktim të një mase, qoftë e përkohshme, qoftë e sigurisë. E tha zot një Rezniqi vonesën e caktimin e masave të sigurisë, por ne kemi raste edhe tek vendosja lidhur me propozimin për masë të përkohshme që vonuhen me vite. Dhe shoqëruar gjitha këtu me një dëm potencial të mundshëm, i cili shkaktohet nga mosgjykimi dhe mos vendosja e rasteve të tilla, duke mos përjashtuar edhe vendosjen lidhur me masën e shtyrjes së ekzekutimit të vendimeve në procedurën e konfliktit administrativ. Prandaj, për këtë radhë të paraqitësime e fundit që ka vlerësojmë që do të jetë pozitive dhe nevojshme të eliminohet, për shembull ka raste që avokati duhet të udhëtojë nga Prizreni në Prishtinë dhe nuk ka një informacion që seanca është shty, që gjyqtari ose prokurori mund të jetë në trajnim apo të ngjajshme. E gjitha këtu ngarkojnë edhe personelin e gjykatës, edhe shpenzimet për palën në fund të fundit. Shumë shkurt sepse me ta bërsh për pjesën e asaj që kemi bërë gjatë kohës sa kam qenë Odën e Avokatëve të Kosovës, ka pas angazhime konkrete lidhur me dorëzimin e shkresave dhe çastën e avokatëve në dorëzimin elektronik. Kjo me një formë të caktuar është praktikuar gjatë fillimit të pandemisë, ku në atë kohë avokatëve shërbente si ndërmjetësues në mes të gjykatave dhe avokatëve dhe komunikimi, dorëzimi, vendimeve dhe shkresave, konkretisht ankesa apo së në raste emergjente, është realizuar përmes stafit të Odës të Avokatëve. Faleminderit. Kryesues, u ngritën disa prej çështjeve që kanë qenë problematike dhe ende janë problematike, pra a ka mundësi që ende në këtë fazë mund të ketë lanë të cilat nuk janë të regjistruara në formë elektronike në SMIL? Çështja janë faktikisht ngrit disa çështje besoj të rëndësishme, por ajo që është po ashtu e rëndësishme ka të bëjë me faktin se të gjitha këto problematika janë në adresim e sipër në sistemin gjyqësor. Janë për 2-3 minuta të trajtoj të gjitha me radhë. Është koincidencë, por sot në Gjykatën Supreme dhe në Gjykatën e Apelit, do të Gjykatën Supreme kanë filluar punën 3 gjyqtarë të rinj, në Gjykatën e Apelit 11 gjyqtarë në civile, dhe do të kemi 30 gjyqtarë në civile prej sot, që është një lajm i jashtëzakonshëm për drejtësinë, për shkak se me sistemin SMIL do të kemi 30 panele në civile që do të punojnë dhe potenciali i këtyre 30 paneleve do të jenë dikun rreth 1 milion civile të kryme brenda muajit kur shikohet kështu si potencial. Ne gjithmonë kemi parasysh edhe numrin e lanëve që vinë në Gjykatën e Apelit, por përfundimisht do të ndryshoj kursi, do të kemi lanë pryme më shumë se sa lanë pranume dhe unë jam shumë optimist që në fund të vitit në Gjykatën e Apelit kur zgjatja e lanëve nuk do të jetë më 5 vite, por do të jetë 2. Në fund vitit të ardhshëm do të jetë 1 vit maksimumi i lanëve, sepse ne kemi bërë gjitha paralluaritit dhe Gjykata e Apelit me 60 gjyqtarë që ka sot, faktikisht do të ketë kapacitet që në 18 muaj të ardhshëm çdo çështje ta trajtojë brenda afatit sipas standardeve të Strasburgut, respektivisht Konvencion Evropiane neni 6 këtë rast. Gjykata Supreme, unë e them me përgjithësi që pas 3 muajve nuk do të ketë asnjë çështje në pritje. Dhe realisht me këto 3 gjyqtarë dhe 2 që do të jenë në proces, ne po ndërtojmë kapacitetin mjaftueshëm që Gjykata Supreme me krye edhe një kompetencë që ka sipas ligjit për gjykatat, qendrimet parimore, udhëzimet juridike dhe mendimet juridike njëkohësisht, çka besoj që kanë një kontribut shumë sistemit dhe unifikimit praktikave gjyqësore dhe lehtësimit besoj edhe të dhënies së drejtësisë, edhe për gjykatat, po edhe të besimit publikut dhe të marrjes drejtësisë në mënyrë të barabartë. Në mbledhjen e kaluar Këshilli gjyqësor ka miratuar organogramet e gjitha gjykatave në Republikën e Kosovës. Do të jetë sigurisht rësin këtë vetë funksionalizimi i plot i gjykatës komerciale, për çka që është sot do të punu, ekipa e veçantë e Këshillit gjyqësor për një plan veprimi dhe unë jam shumë optimist që në afat rekord kemi me bu funksionale gjykatën komerciale, ju në kapacitetin e plot, sepse do të kemi besoj edhe një rishikim qëshor që kemi dakordimin edhe me Ministrinë e Drejtësisë për një mbështetje shtesë, do ta kemi degën e Gjykatës Themelore të Prishtinës në Kosovë funksionale në këtë vit dhe unë jam mos i bindur për këtë. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë në qendër pa gjykatën komerciale do të kemi 89 gjyqtarë. Që kjo përbën lajm për Gjykatën Themelore në Prishtinë sepse e ka marrë për herë të parë një mbështetje serioze nga Këshilli gjyqësor. Është e njohur, do të thonë është fakt notor që ne jemi në një proces serioz të rekrutimit të gjyqtarëve dhe po e tha me datën 10 prill do të kemi rekomandimet
të presidenti i Republikës për dekretimin e grupit parë të gjyqtarëve. Jam i sigurt se do të jenë dikun 40 gjyqtarë, 45 varësisht nga edhe rezultati i intervistave. Dhe jam po ashtu shumë i sigurt se deri në fund të tetorit do ta përmbyllin në procesin e dytë të rregullimit gjyqtarëve. Të i përfshirë 2 procese të rregullimit bashkëpunëtor profesional që janë 120 bashkëpunëtor profesional dhe për mendimin tim kjo është një potencial jashtëzakonshëm që japet gjyqësorit në këtë vit. Tani çështja e regjistrimit të dosjeve. Nuk mund të ketë asnjë dosje aktuale, pra që është e kohës së tanishme e paregjistruar, sepse u tha nga policia e Kosovës që sidomos në procesin ose në procedurën penale, domethënë ajo në mënyrë elektronike bartet prek policisë te prokurorit në gjykat dhe vetëm sa për informacion prej në shkurt 2022 në procedurë paraprake, dosjet nga gjykatat e shkallës parë në gjykatën e shkallës dytë barten vetëm në mënyrë elektronike. Nuk ka dosje fizike, domethënë është Këshilli Gjyqësor ka vendosur, është në implementim e sipër procesi ku bartet vetëm dosja elektronike dhe nuk ka dosje fizike. Në procesin meritor të vendosjes ende bartet dosja fizike, por objektivi juaj është që në periudhën e ardhshme, pas implementimit fazës 4, ta heqim edhe dosjen fizike nga procesi meritor, sepse dosja elektronike do të ketë një 100% autentike me dosjen fizike dhe nuk duhet dosja fizike. Cilat çështje mund të jenë të paregjistruara? Ne e thamë që kemi paralelisht të zhvilluar një sistem te sistemi qendror i evidencës penale quhet, dhe ideja është që në momentin kur e mbyllim bashkë me projektin e Bashkimit Evropian, ta integrojmë në tërësi me SMIL-in. Pra një dosje kur sot gjenerohet një vendim në sistemin SMIL në mënyrë automatike të kalojë në sistemin e evidencës penale dhe në mënyrë automatike ta konfirmoj apo të mos e konfirmoj certifikatën për në qytetar. Është e vërtetë që në procesin e regjistrimit të dosjeve në 1999-2022, faktikisht 2019, se 2019 të që dosjet regjistruohen drejt për drejt nga pranimi, ta kemi parasysh, por deri në vitin 2019 ne jemi ende në fazën e implementimit të projektit ku çdo dosje fizike duhet të regjistrohet në sistem. Kur pritet të përfundojë kjo? Jemi në fazën e fundit, ne nuk kemi aktivizuar krejt trupa, domethënë tash që deri kemi edhe kryetarin e administrimit të gjykatave, kemi njësinë e auditimit të cila në këtë vit ka shtu kapacitetet për 50%, për shkak se për mendimin tim auditimi i gjyqësorit, verifikimi, performanca dhe disiplinimi është pjesa më qendrore e performancës tërësishme të gjyqësorit. Ka një mbështetje dhe ne bashkë me projektin jemi në terren çdo ditë për të regjistruar çdo dosje e cila realisht mungon sistem. Ne kemi pas një problem serioz me arkivat e gjyqësorit. Dhe ky sistemi i evidencës penale faktikisht na ka mundësuar tani të kemi edhe një agjend për arkiven e gjyqësorit. Deri në fund të këtij viti patjetër, un kam objektiv bashkë me Këshillin Shtator të alçojnë certifikatën elektronike, që nënkupton edhe përmbylljen e procesit të auditimit të dhënave, do t'i kemi 100% të dosjeve në sistem. Pse e them këto? Edhe nëse eventualisht mund të mungojë një dosje, sepse ka pas një sistem kur dosja penale merret në shikim në dosjen civile, edhe mund ndodhë që nuk është kthyer pastaj në arkiv. Ne kemi një komunikim me prokurorin, kemi një komunikim me policinë dhe çdo dosje do të rikuperohet dhe do të vendoset në sistem. Unë jam shumë i sigurt që deri në shtator të këtij viti ne do të kemi auditim të dhëna dhe do të kemi absolutisht 100% të dosjeve në sistem, edhe në civile, edhe në penale. Na mbetet një objektiv shumë madhor që ta bëjmë arkiven elektronike për pjesën civile 1999-2019, sepse nuk është arkiva elektronike të përfshirë dhe pjesën administrative dhe pjesën ekonomike. Çështja e masave dhe çështja e dhënies drejtësisë në mënyrë të barabartë. Ne kemi miratuar kriteret e shpërndarjes automatike të lëndëve dhe trajtimit të çështjeve. Për shembull, sot gjyqtarët që kanë filluar punën në gjykatën e apelit nuk do të ngarkohen me lëndë vitit 2022. Të gjithë gjyqtarët të gjykatës apelit ngarkohen sot në mënyrë proporcionale me lëndë sipas viteve. Çfarë nënkupton kjo? Që të gjithë gjyqtarët do të kryejnë lëndë vitit 2019, 2020, 2021 dhe në proces. E njëjta do të ndodhë edhe në gjitha gjykatat themelore në vend, për shkak se Këshilli Gjyqësor është të punu bashkë në partner këtë rast me USAID-in, programin për polici, edhe strategjinë e efikasitetit, ku do të definohet qartësisht problemi i lëndëve parashkruar penale,
problemi ose çështja e lëndëve që kanë prioritet në agjendën e integrimit evropian të Kosovës, që janë lëndë të shënstrume, lëndë të krimit të organizuar, lëndë të terrorizmit, lëndë të zgjedhjeve, e pa më dje një emision ku diskutuan në disa çështje të grupet të ashtuar marginalizuar ose të ndjeshme, gazetarëve, dhunës familje të tjera, të gjitha këto do të morrin prioritet. A do të ketë kapacitet gjyqësori me adresu të gjitha çështjet aktualisht, sepse ka 200 milion në sistem? Përgjigja është jo, por ne do të vendosim përfundimisht prioritetin e çështjeve dhe do të ketë një ekip të veçantë përbërë nga kryetarët e gjykatave dhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor, pa i përjashtuar dhe komisionet e veçanta që do ta monitorojnë strategjinë në 3 vitet e ardhshme. Absolutisht. Strategjia do të përbëjë bazë për shkelje disiplinore për secilin gjyqtar në sistemin gjyqësor, nëse eventualisht trajton çështje jashtë prioritetit. Në këtë rast unë besoj shumë që të gjitha çështjet që kanë prioritet ligjor, tha dhe kolegu, masat e përkohshme ose masat e sigurisë, por edhe çështjet tjera që sipas natyrës janë urgjente, definitivisht do të morrin adresimin e duhur. Ne edhe një fjali dhe mbylla. Në fund këtij viti besoj që do ta përmbyllim edhe organogramin tërësishëm të gjyqësorit. Pra do të plotësojmë gjitha pozitat në të gjitha nivelet në gjyqësor dhe në momentin kur ne do ta kemi përmbyllur në gjitha organogramet në gjyqësor, Këshilli Gjyqësor do të hartoj rregullorën për transferin e gjyqtarëve sipas nevojave në gjykatë. Çfarë na kupton kjo? Që nëse në Dragash kemi një gjyqtar që është me 100 land ose me 50 land, ndërsa në Podojev kemi një gjyqtar ngarkuar me 1400 land, gjyqtari do transferohet prej Dragashit në gjykatën Prishtinës këtë rast në Deg, në mënyrë që të sigurohet proporcionaliteti në sistem, ngarkesa e njëjtë, dhe kjo do të kuptoj dhënien e drejtësisë në mënyrë barabartë për qytetarët. Nuk do të ketë mundësi pas 3 majorit 3 të viti që dikujt i përfundoi landa vitit 2022 dhe dikujt ende të pret landa vitit 2018 ose 2019. Por sigurisht këto janë sfida shumë serioze që kërkojnë një angazhim të jashtëzakonshëm, që unë po besoj që në Këshill Gjyqësor dhe në Asamblenë e Kryetarëve, por në gjithë mekanizmat e gjyqësorit nuk është duke mungu. Po, diçka deshta unë lidhë me kryesuesin, përmendi edhe kohën brenda cilës parashihet që do të thonë Gjykata Supreme do mos më pas më kështu backlog të lëndëve dhe kjo po veç po kisha pas qejf me ditë nëse ka diçka në aspekt të strategjisë që edhe të monitorimit të pjesës së stafit, do të thonë administrativ, për shkak se na kemi pas raste në kuadër të qendrës tonë që kemi dërguar për shembull një revizion për një palë caktuar, edhe pas ma shumë se 9 muajve, kemi pa që s'është marrë, do me thonë, hala kur gjo, edhe kemi kërku kërkesë për informat në Gjykatën Supreme, edhe përgjigjja ka qenë shumë e çuditshme për neve, na ka thonë nuk e kemi pranu hala landën. Na kemi pas të protokollume, edhe do me thonë e kemi dërgu të skanume, të protokollume prapë në Gjykatë Supreme, si kërkesë për informat që do me thonë me vulljen e protokollimit të para 9 muajve ose ma shumë, edhe do me thonë prapë përgjigjja ka qenë lutna kështu çka ka ndodhur, do me thonë sepse revizioni dërgohet përmes Gjykatës Themelore në Gjykata Supreme, kështu që kanë më adresu edhe kjo pjesë, sepse përtej, do të thonë, adresimit të krejt kësaj situate në raport me gjyqtarët, me ngarkesën e gjyqtarëve, besoj që është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë me u rregullu në mënyrë që mos me pas më probleme, do të thonë, të kësaj natyre. Ajo që ka siguru sistemi, ose që do të siguroj brenda këtij viti, është që në çdo gjykatë themelore, respektivisht deg të gjykatës themelore, do të kemi një referent për 2 gjyqtarë. Do të kemi një zyrtar ligjor për çdo gjyqtar dhe do të kemi 3 bashkëpunëtor për 4 gjyqtar. Shpresojmë që vitin e ardhshëm me mbështetjen e qeverisë do të kemi një bashkëpunëtor për në gjyqtar. Nga kurriki i vitit kaluar deri tani ne kemi bërë 2 motje përmes gjykatës apelit dhe vërteta është, duhet të them publikisht, që në disa gjykata, respektivisht deg gjykatave, kozgjatja e dërgimit të lëndëve me ankesë, respektivisht me mjete të jashtëzakonshme, në Gjykatën Supreme ka qenë jashtëzakonisht e lartë. Do thënë ka pas edhe raste me muj. Me justifikime, ka herë edhe jo të pranueshme, sepse ka raste kur ka pas vështirësi me dorëzimin e ftesave, me adresat e tjera, por kryesisht ka pas edhe neglizhencë. Ne kemi miratuar një strukturë të re të organizimit të administratës gjyqësore, e cila ka filluar me implementu prej datës 24 shkurt. Edhe mbrana 2 muaj do të kemi edhe përshkrimet e vendeve të punës për secilin zyrtar në sistemin gjyqësor. U e tha me përgjithësi nga ky emision që në sistemin gjyqësor nuk do të ketë njerëz të paprekshëm. Në qoftë se ne si sistem e nxjerrim para përgjithësisë në gjyqtarin i cili është në vonesë për 15 ditë në hartimin e vendimit,
absolutisht çdo referent, çdo gjyqtar i administratës që ka neglizhencë në adresimin e përgjegjësive të tyre do të jenë para procedurës disiplinore. E kemi ndërtu hierarkinë e përgjegjësisë disiplinore në vijë vertikale me përgjegjësi të qarta për secilin zyrtar. Absolutisht unë jam shumë i sigurt që fenomeni do të eliminohet. Rastet e veçanta dhe matutje mund të vazhdojnë, por në qoftë se dikush ka përcjell me vëmendje aktivitetet e Këshillit, ne kemi adresuar edhe çështjen e ekspertëve, do të thonë rregulluar do ta kemi në dëgjem publik, e kemi adresuar çështjen e përkthyesve që ka qenë sfidë jashtëzakonisht e madhe, sidomos për gjykatën themelore në Prishtinë dhe gjykatën themelore në Mitrovic, me mbështetjen që i kemi dhënë tani, e kemi adresuar çështjen e dërgesave. Kanë punuar ekipet veçanta, nuk do të ketë mundësi më dikush që dërgon shkresën tek qytetari ose tek avokati me pas çka është përmbajtja e shkresës. Udhëzimi do të jenë shumë qarta dhe shërbimi i shpërndarjes, qoftë i brendshëm, qoftë i postës, do të jetë absolutisht i kontrolluar dhe i monitoruar. Ne edhe një fjali të utëm betim, e kemi nënshkruar në letër zëtuese e Ministrisë së Drejtësisë dhe shumë kush nuk e ka kuptuar, ose thjesht ka mund me dhënë në kontekst jo të sakt. Do të filloj këtë vit me propozimet e Këshillit dhe besoj tash e kemi edhe mbështetjen edhe të Ministrisë së Drejtësisë, edhe 2 reforma jashtëzakonisht mëdha brenda gjyqësorit. Gjykata administrative bashkë me dhomën e veçantë do të marrin trajtimin e merituar në kuptimin e gjykatave të specializuara dhe ajo që është shumë e rëndësishme do të fillojë edhe kodi i procedurës civile. Unë shpresoj që pas 2 viteve ne ta përmbyllim këtë ciklin e shërbimit elektronike dhe me odën avokatëve, me avokatët, me avokaturën shtetërore, me institucionet komunikojmë vetëm në mënyrë elektronike dhe mos të kemi nevojë me shpenzu për dërgesa fizike dhe realisht në shumë raste këto dërgesa fizike të na shndrohen në sabotim të punës në gjykatë. Do t'i dhëmë bazë ligjore, do të përfshihen në grupi më i mirë gjyqtarë civilist, veç i kam dhënë propozimet e Ministrisë së Drejtësisë, dhe do të japet bazë ligjore edhe për dërgimin dhe pranimin e dërgesave në mënyrë elektronike, pa pas nevojë me shpenzu edhe kuptimin e kostos financiare, por edhe probleme tjera që kanë qenë të vazhdueshme ndër vite në sistemin gjyqësor. Faleminderit zoti Zogaj. Po ndalim arrit te ju dhe te ju zoti Shefqeti për të vazhduar më pas te policia. Krejt kjo bazë ligjore, krejt këto veprime cilat janë marrë dhe premtime cilat po jepen se do ta kemi një efikasitet tjetër, një llogaridhënie tjetër, ju nga praktika po edhe ju nga monitorimi, çysh po e shihni edhe çka janë pritjet që në vazhdim të zbatohen krejt këto që ta kemi një efikasitet tjetër dhe ta kemi një llogaridhënie, një transparencë çfarë duhet. Pra ty e di, ty i njoft edhe krejt bartësit në këto funksione, çka janë pritjet praktikisht? Po, në aspekt të kësaj, do të thonë përveç adresimit të krejt problemeve dhe që i folëm në fillim, edhe të krejt këtë në aspekt të përgjithshëm, realisht unë mendoj që Smili ka me pas edhe një drejtim tjetër shumë pozitiv, për shkak se ka me mujt me gjeneru në mënyrë të përgjithshme edhe në mënyrë shumë specifike edhe statistika shumë të nevojshme që kanë me qenë. Që i bjen, për shembull kjo që na e bojmë në aspekt të monitorimit, kur na marrim edhe analizojmë dhëna caktuame, jo çdo herë ndoshta mujmë me dalë edhe me raportin cilin na dojmë me dalë, për shkak se ka dhëna konkrete që nuk gjenerohen. Do të thonë sado që dërgojmë kërkesa për shembull në Këshillin gjyqësor për me siguruar ato dhëna, thjesht marrim përgjigje se nuk është një dhënë që gjenerohet në atë moment. Kështu që në momentin që Smili ka me adresu edhe me pas elemente të caktume cilat gjenerohen në mënyrë të përgjithshme edhe në mënyrë individuale për rrethana të caktume, kjo ka me qenë shumë e rëndësishme për me adresu shumë probleme. Kjo ndihmon konsideroj edhe Këshilli gjyqësor, po edhe në raportet tjetër, domethënë në aspekt me publikun, thjesht edhe në bërjen e politikave, strategjive edhe asaj se çysh duhet me ndiku edhe me vepru, domethënë edhe për me adresu çto problemet që na sot po i diskutojmë, edhe tjera që mundin mu shfaq rrugës, po edhe përgjithësi shumë çështje që dojnë mu adresu, mu përmirësu, shumë më lehtë, shumë më thjeshtë. Mos shkojmë, për shembull, mundemi shumë lehtë prej kësaj forme, konsideroj Smili thjesht me pa edhe dhëna shumë të rëndësishme me nxjerr një aspekt gjeografik, për shembull të kriminalitetit. Diçka shumë e thjeshtë ndoshta ndukje, po që mundet me pas ndikim shumë të madh pastaj në adresim të politikave të caktuara që mundun mu bu prej Këshillit gjyqësor se çysh mu adresu krejt këto. Kështu që nëse sot edhe deri sot, themi kështu, kemi qenë na shoqënia civile që kemi ofruar, domethënë statistika, kemi ofruar analiza të ndryshme
ndryshme në aspekte asaj se qysh ma adresu, nëse këto statistika që i gjenerën smili kanë me u lexu, mu hulumtu në formën e duhur, edhe kanë me u nxjerr ajo shka realisht është ma nevojshmja, përveç që kanë me mbri mu adresu çështjet ma vitale, domethënë këtë aspekt edhe mu eliminu pengesat e mëdha, shumë thjesht ka me pas përmirësime ndryshme dhe ka me ndihmu edhe në adresim dhe ndërtim të politikave konkrete, strategjive konkrete se qysh thjesht me eliminu edhe me i realizu krejt to probleme. Kështu që është shumë e rëndësishme besoj kjo pjesë që thjesht ka me mundësu edhe ka me pas një lehtësim shumë atë madh në një ngritje të efikasitetit në aspekt të punës së krejt sistemit gjyqësor edhe patjetër prap po e përsëris edhe një herë një ngritje edhe të besimit të qytetarëve në sistem drejtësisë në mënyrë automatike. Edhe prej sistemit gjyqësor, po edhe prej krejt nesh po besoj si aktor të jashtëm. Zoti Shefqeti, duke qenë praktikues çdo ditë i avokatit, pra në sistemin e drejtësisë, tu i pa dhe përvojat e punës të prokurorëve, në këtë rast edhe të policëve, dhe të prokurorëve dhe të gjyqtarëve, sa besoni që do t'jenë efikas në zbatim të këtyre obligimeve që i kanë raport me spilin, edhe sa kjo masanej do të arrit efikasitetin në punën e juaj për mi ofru shërbime edhe qytetarëve, në këtë rast klienta. Faleminderit. Ne kemi pa një angazhim shtuar të kryesuesit dhe këshillit gjyqësor realisht, po konsiderojmë që ka shumë probleme, përveç atyre teknike që disa u thanë, e pashmangshme edhe përmbajtësore që urojmë të zgjidhen në afatet që veç u përcaktun. Shumë problemi praktik qëndron se derisa një qytetar mund të ndalohet në orën e caktuar derisa të nxirret një vendim për ndalimin, ka diferencë të konstatimit të kohës së ndalimit, që janë çështje teknike edhe që s'duhet me qenë praktike, urojmë që sistemi të rregullojë. Pastaj koha e ndalimit dhe vendosjes për masën e pranisë pandeut në procedurë, për shembull para burgimit, e mos flasim për kushtet e përgjithshme dhe të posaçme për caktimin ose vazhdimin e një masë të pranisë pandeut në procedurë, që faktikisht në praktikë përdoret edhe si mjet kërcënues ndaj të pandeurit për me pranuar pajësinë apo format e tjera të bashkëpunimit për me zbulu një vepër penale ose për me pranuar një fajësi. Normalisht kemi raste që nështë edhe ai pranim nuk është në formën plotësisht vullnetare. Unë po du më ndërlidh me dy çështje që ka probleme të efikasitetit dhe të plotësueshmëria e vendimeve për shembull. Ka raste kur një vendim duhet me shku nështë disa herë në gjykatë për më bëj plotfuqishëm, ose ka raste që bëti plotfuqishëm edhe pse ankesa është në afat. Dhe tash çka ka ndodhur me qytetarin, është pa mundësuar realizimin të drejtën të ushtrimit të trajtimit të ankesës së tij dhe duhet ekstra me një ankesë kundër një vendimi që po ta konsideron ankesën të pasafaqme, apo të një tërheqje të një padije për shkak pagesës një takse e çështjet e ngjashme. Ka vonesa të jashtëzakonshme në dërgimin e përgjigjeve në ankesa, e posaçërisht të vendimet e paraburgimit. Ma para klienti të bën friends në Facebook nga shtëpia që kanë ndërprer paraburgimit se që merr avokati vendimin. Dhe janë jashtëzakonisht sfiduese dhe janë reale që ndodhin në praktikë. Unë po du më ndërlidh të pjesa që kryesuesi e tha tek aspekti i departamentit administrativ, po besoj gjithë e dim që kemi probleme bazike me ligjin për konfliktet administrative. Ka qenë një drafti i ligjit për konflikte administrative ma herët i punuar prej Ministrisë së Drejtësisë, i cili nuk ka leju kthimin e rivendosje të çështjes. Konkretisht mund të jetë refuzimin i kërkesës për me siguru një certifikat të lindjes dhe do të me prit një 10 vite për me mri me detyru organën e nashta edhe një procedurë penale me inicu për mos ekzekutim të gjykimit gjykatës për një certifikat të lindjes e cila çka do të duhet një qytetari. Konsideraj që është problem bazik edhe audionjizimi i seancave gjyqësore. Kjo konsiderojmë që do të ishte edhe në aspektin e disiplinimit që tha kryesuesi, edhe në aspektin e të vërtetës që zhvillohet, të vërtetës faktike që zhvillohet brenda seancës, e kjo me domos reflekton edhe arsyetimin e vendimeve gjyqësore. Për shembull, është shumë lëmë për të dëshuar vendime gjyqësore posaçërisht të sferës pronësore në raport me arsyetimin e fakteve vendimtare. Nështë raste shumë që gjyqtari as nuk i konstaton në aktgjykimin pretendimet e palës. Dhe çështjet e tjera që
Derisa gjykata vendosin meritum me një vendim, ka raste që vendos edhe për mos pranisë pa ndehur dhe kemi rastin praktik që edhe persona me qëllime mendore që ndrojnë në mënyrë të kundërligjshme në paraburgim, ndoshta me 2-3 muaj. Dhe çka është edhe më e keqja për kësaj, ku edhe gjykata e apelit fton në seancë për me vendosur për një anketë që ka kaluar paraburgim para 2 muajve. Faleminderit. Disa çështje që ngritën para se të marrim përgjigje nga ju kryesues, të shohim nëse kemi interesim për pyetje nga publiku. A dëshironi me bëna pyetje për panelistët? Mikrofonin të lutë na prezantoj edhe bëni pyetjen. Përshëndetje, jam Antigona Selime, studente në degën e gazetarisë, edhe dashta mja bo një pyetje nderumëve se sistemi e menaxhimit elektronik të lëndëve, sa do të ndikojnë në qasjen e drejtësisë për qytetarët, dhe për shembull një qytetar ose avokat a do të ketë mundësinë që të mësoj me kohë në parë fazë është procedura që ka lëndën e tij. Faleminderit. Faleminderit. Një pyetje tjetër? Edhe një pyetje. Përshëndetje, jam Betim Bekteshi, studenti historisë. Lidhur me këtë temë, pata një pyetje për panelistët. Qytetarët në kushte normale për një aplikim për një certifikat duhet të aplikojnë në gjykatën kushtetuese dhe që të njëjtën ta marrin të nesërmën. Kështu që a do të ketë lehtësi kur do të mund qytetarët që të aplikojnë mirë online dhe ta printojnë në shtëpinë e tyre në mënyrë që pa pasur nevojë për udhëtime të shpenzimit apo humbje të kohës. Faleminderit. Po besoj për këtë fundit veç e ka dhënë ndoshta në formë përgjigjen më herët. Po vazhdojmë kryesues me përgjigjen nëse mundesh shkurtimisht për disa prej çështjeve që ngritje dhe vazhdojmë me zotin Zordulli. Domethënë ne kemi zotim në shtator shpresoj që kemi me gjykatën elektronike, njëkohësisht me agjencinë me ASHI po punojmë që të gjitha pagesat e taksave gjyqësore të jenë online dhe realisht mos ketë nevojë më qytetari me shku në gjykatë as për taksat gjyqësore të ndryshme, depozita etj, po punojmë shumë intensivisht për një sistem unik të pagesat avokatëve, të gjyqëtarëve për radhë të ekspertëve. Sistemi SMIL në fazën e fundit që është mendohet do të jetë patjetër akses me numrin e qytetarit, respektivisht përfaqësuesit dhe ka mundësi me përcjell patjetër dosjen vazhdimisht në çfarë stadi do të jetë. INL-in e kemi partnerin për instalimin e pajisjeve në të gjitha sallat e gjykimit, është projekt $5 milion, do të thonë që mbështetet prej INL, respektivisht qeverisë amerikane, kemi nënshkruar të gjitha zotimet, dhe unë shpresoj që është në muajin prill pritet fillimi i implementimit të këtij projekti në të gjitha sallat të gjykimeve në të gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës në penale, do të kemi audiencizim dhe realisht do të eliminojmë këto diskutime mbi objektivitetin, mbi përshkrimin që ndodh në A do të jenë edhe video incizime apo vetëm audio incizime? Audio dhe video incizime, domethënë absolutisht. Kjo është ideja, është për projekteve sigurisht më të mëdha, ka një kosto të mirëmbajtjes patjetër, por atë pas parasysh që ne kemi një zotim para qytetarëve për edhe në kuptimin e cilësisë. Ky është një projekt i nevojshëm dhe definitivisht ne jemi shumë falënderues për qeverinë amerikane në këtë rast, respektivisht agjencinë INL që e mbështet Kosovën në këtë sistem. Vetëm edhe një informat të për më rëndësi. Për vitet të tëra është edhe në raportin e progresit që është diskutuar për publikimin e vendimeve. Jemi besoj vendi i parë në regjion që i publikojmë gjitha vendimet e Gjykatës Supreme, të gjitha vendimet e Gjykatës së Apelit dhe të gjitha vendimet meritore, të gjitha procedurat në Gjykatën e Shkallës së Parë. Ka pas një diskutim në çfarë mose do të publikohen. Sistemi SMIL e ka zgjidhur çështjen. Prej tani ne do të japim akses zyrtarëve të informimit, se zyrat e informimit kanë tjetër kapacitet kuptimin e burimit njerëzore dhe nuk do të kemi më vonesa publikimin e vendimeve. Do të publikohen 100% e vendimeve që duhet publikohen. Dhe kjo është një prej indikatorëve më serioz që tregon për rezultatin që jap sistemi SMIL. Ne kemi pranuar standardet të peshë, do është koincidenca, do është publiku raporti 4 i vlerësimit nga Këshilli i Evropës, respektivisht projekti COSEJ. Kemë pranuar të gjitha standardet e SPEJ-it, domethënë që janë standardet të 44 vendeve të Këshillit të Evropës për statistika cilësore, statistika të avancume dhe krahasimore për indikatorë që tregojnë efikasitetin e gjyqësorit. Kemi vetëm një diskutim për këto statistika që referohet normës së gjyqëtarëve, sepse ne kemi pranuar një sistem që është sugjeruar nga partnerët tonë, në këtë rast USAID, të poentimit të gjyqëtarëve, pra
çështjet të kenë poentem dhe jo numra matutje. Prandaj vetëm këtu kemi diskutim dhe shumë i sigurt që kemi eliminuar shumë shpejt, dhe kjo do të tregoj që tha edhe para folca që në vitet ne vijëm, por duke filluar nga tani ne do të kemi mundësi me nxjerr statistika të avancuar për indikator specifik. Nëse na intereson diskriminimi, do të kemi statistika për diskriminimin. Nëse na intereson nivel penale specifike në region, do ta kemi statistikat për shkak se smilje e mundson kjo dhe kjo është... I gjeneron, a do të jenë këto edhe të qashme për publikun? Absolutisht po, ne kemi pas diskutimin me Ministrinë e Drejtësisë për evidencën penale. Në Këshill Gjyqësor është miratu mekanizmi i veçantë që do të bërë të gjitha dhënat në një databazë të veçantë, përveç dhënave konfidente që do të kemi parasysh që ka çështje mjaft ndjeshme, dhe absolutisht do të kenë mas pari qasja agjensit shtetërore që bojnë politika zhvillimore, sociale, sigurisë e tjera, por patjetër që pjesa dërmuese të dhënave do të jenë qasshme edhe për qytetarën përmes një platforme që absolutisht do të jetë publike. Zoti Surdulli, në këtë rast u ngritën edhe disa çështje praktike në proces të punës edhe nga avokati. Lejon ky sistemi smil që një pjesë ndoshta e ftesave dhe shumë çka në proces të punës kur merrni urdhëresa nga gjykata, nga prokurorët që t'i zbatoni, që të komunikoni ndoshta përmes këtij sistemi edhe me palët e tjera, në këtë rast edhe me avokat edhe me klient? Faleminderit për pyetjen. Fillimisht më lejoni të ndërlidhem me temën e caktuar. Çdo proces i ndryshimit has në rezistencë. Edhe Policia e Kosovës për ndërlidhje të sistemit mbeta borxh opinioni, besoj që ka dëshirë me ndëgju, është dashur me ndru metodologji të punës. Pej një pranim dorëzimi të dosjeve dorë më dorë, në një sistem elektronik. Policia e Kosovës e ka zhvilluar sistemin e vet informativ, sidomos pej pavarësimit të Policisë Kosovës, pe çdo menaxhmenti të lartë të Policisë Kosovës është investuar edhe ka pas strategji të zhvillimit të sistemit të brendshëm tonit. Ekspertizën tonë të brendshme e kemi dhënë pa mohueshëm edhe për Këshillin Prokurorial, për faktin se ekspertë e fushës të IT-s, si i quajmë ne, kanë pas trajnime dhe kanë pas përvojë në formësimin e sistemeve. Ajo që ka du me thonë është që komunikimin mes SIPK-ut edhe SMIL-it është polici prokurori, që ka të bëjë me vepra penale, që inicohen që prej fillimit e deri mbarim. Ato që kemi arrit me bë, është që ky ndryshimi edhe rezistenca që e përmenda më herët, është eliminu shumë shpejt. Për arsye se si organizatë që ndrojmë mirë në trajnimin e personelit edhe ndryshimin e qasjes, për faktin se Policia e Kosovës trajnohet në vazhdimsi. Çka është dashur me bë, është dashur thjesht me trajnu trajnerët, për me trajnu hetuesit, si ka me funksionu procesi. Që i bie brenda një periudhe të shkurt, për me funksionalizu sistemin, është dashur mu trajnu dikon rreth 1000 hetues në të gjitha departamentet e Policisë Kosovës. Këtu e përfshi departamentin për operacione, departamentin e hetimeve, departamentin e kufirit, edhe kjo çështje është përmbyll. Është përmbyll tash hetuesi që e ka landën direkt thjesht e shkëmben me prokurorin në fat optimal. Edhe pranimi e dorëzimi i shkresave bëhet përmes sistemit. Edhe është ka funksionon për mrekulli. Në pyetjen më kthyen pyetjen tënde, me avokat, besoj që kur të përmbyllet ky rreth i thjesht i integrimit sistemit dhe ndërlidhjeve, me vetë faktin që kryetari i nderuar e përmendi edhe më herët thjesht që ka mu hap edhe për avokat, i bie që edhe Policia e Kosovës ka me dhënë kontributin e vetë që për procedurat caktuar paraprake, me pas mundësi me shkëmby informacionit që është i nevojshëm për mbrojtësin e palës që e ka në procedurë. Faleminderit, dhe jemi krejt drejt fundit, kryesues një prej çështjeve për cilën nuk kam çare pa ju pyet e që është aktuale,
është një grevë që e kemi pas se ka fillu në gjykatën themelore në Prishtinë, pam që me gjatë ju bashkan gjetën edhe punonjësit e gjykatës së apelit. Çka po ndodh dhe çka Këshilli Gjyqësor do të bëjë në këtë rast për këta punonjës? Faktikisht Këshilli Gjyqësor ka qëndrim zyrtar, është shpreh qëndrimi përmes një komunikate. Do të thonë në këtë fazë ne nuk e mbështesim greven, sepse kërkesat e punonjësve të sistemit gjyqësor në këtë rast administratës patjetër që mbështeten nga gjyqësori, por ne jemi ende në stadiet të diskutimit me Ministrinë e Administratës Publike. Kemi dhënë sot gjitha komentet në mënyrë unike bashkë me Këshillin Prokurorial, sepse kemi përgjithësitë ngjajshme, ta themi kështu. Ne kemi pas dakordim me Këshillin Prokurorial, kemi pas diskutimet me grupin që merret me hartimin e faktikisht është duke punuar në draft ligjin për pagat. Kërkesat e punonjësve mbështeten për Këshillin Gjyqësor, por ne mendojmë që është edhe qëndrimi i sindikatës përgjithshme që grevestët në Prishtinë, në gjykatën themelore dhe në gjykatën e apelit kanë filluar një grevë të parakohshme, prandaj e shfrytëzoj edhe këtë studio që bëj ftyrje që të kthehen në punë nesër, sepse bojkoti i punës, respektivisht greva pengon shumë procesin e punës së gjyqësorit dhe kam frikën që nuk jemi në kohën kur edhe mund të adresohen në mënyrë adekuate kërkesat e tyre, për shkak se ligji, respektivisht draft ligji për pagat është në stad fillestar dhe rrjedhimisht ne kemi negociata intensive me Ministrinë e Drejtësisë edhe për ligji për administratën gjyqësore, që ka qenë kërkesë e vazhdueshme e të cilin ne e mbështesim. Prandaj kjo grevë mendoj që duhet më ndërprej, administrata duhet t'i kthehet punës. Në momentin kur çështja të ketë kohën e adresimit, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial kanë zotim patjetër me mbështet administratën e gjyqësorit, sepse për vite të tëra domethënë nuk është adresuar në mënyrë të duhur. Administrata e gjyqësorit patjetër ka specifika, të cilat duhet të jenë pjesë e adresimit të ligjit pagave dhe ligjit për administratën e gjyqësorit. Statusi i tyre duhet të jetë i veçantë dhe i mbështetur patjetër në ligj, diçka që ne patjetër si Këshill Gjyqësor dhe më e thonë edhe në emrin e Këshillit Prokurorial e mbështesim, por ende nuk e kemi një draft konsoliduar të ligjit për pagave dhe ligjit për administratën gjyqësore dhe ende nuk kemi një definim të koeficientit, respektivisht të vlerës së koeficientit. Prandaj gjithçka që diskutohet sot është një amendësim mbi rezultatin përfundimtar që do të ketë kjo çështje, edhe një herë kisha bërë thirrje me mirë kuptim organizatorëve të grevës në gjykatën themelore në Prishtinë dhe në gjykatën e apelit t'i kthehen punës. Ata e dinë që ne kemi pas një zotim para tyre. Do ta diskutojmë në momentin e duhur në mbledhjet e Këshillit dhe definitivisht do të ketë një mbështetje formale, një mbështetje zyrtare të Këshillit për kërkesat e tyre, sepse janë kërkesa legjitime, pjesa dërmuese e kërkesave. Në fakt ka ekzistuar një diskrepancë e madhe që është vlerësuar vazhdimisht si pa drejtësi në raport me stafin e punonjësve të gjyqësorit, po në këtë rast edhe të prokurorive. Në bisedat që i keni zhvilluar me përfaqësues të ekzekutivit, a ka premtime që do të adresohet shumë shpejt kjo? E kemi thonë në takimet që kemi pas me grupin, po e tham edhe publikisht, ne jemi pro eliminimit të diskrepancës të madhe të pagës së gjyqtarëve me bashkëpunëtor profesional, gjyqtar ligjor, referent edhe në vijim. Të gjithë dinë që gjyqtarët kanë një status veçantë sipas ligjit dhe kanë një garancion për pagat. Ne e kemi propozuar në emër të unifikimit të sistemit dhe të krijimit të një proporcionalitetit të pagesave, kemi propozuar bashkë me Këshillin Prokurorial edhe të ketë moratorium për një periudhë për pagat të gjyqtarëve në të ardhmen, nëse miratohet ligji, me qëllimin e vetëm që të eliminohet këtë diskrepancë në mes të bashkëpunëtorëve, zyrtarëve ligjor dhe gjithë kategorive tjera që janë të punësuar, por kemi pasur një kërkesë të veçantë që duhet patjetër të bëhet pjesë e ligjit pagave dhe praktikantët e gjykatave, të cilët e dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm në sistemin gjyqësor dhe asnjëherë në 20 vite nuk janë paguar. Ne kemi pasur kërkesë që të eliminohet kjo, të paguhen praktikantët dhe pagat e gjyqtarëve sipas koeficienteve që do të përcaktohen ne ende nuk i dim, domethënë për një periudhë derisa të eliminohet kjo diferencë sipas edhe hierarkisë që ekziston të mos rriten. Atëherë kaq kishim kohë për këtë emision, për këtë temë sonte. Faleminderit zoti Zogaj, zoti Surdulli, zonja Reznisi dhe zoti Shefseti. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision, pra për diskutuar për administrimin dhe menaxhimin
e lëndëve në sistemin e drejtësisë, duke filluar pra nga të gjitha hallkat prej policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit, por edhe nga akterët e tjerë, pra nga profesionet e lira, si në këtë rast avokatët. Të gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempus@koha.net. Deri në emisionin e radhës nga unë Betim Musliu, mirëmbëjtje.